Ishte natë festive në Tiranë, por dikush është në punë, ndërkohë që të tjerët festojnë. Çfarë janë këto fishek zjarre orar pa orar? Po këto ndërtesa të bëra pa plan. Dhe gjithë këto kabuj të varura në mban. Nuk ka as vend në çati ku të ndalosh. Duhet gjetur parkim, por dikush po shikon. Dhe prap kërkon për parkim dhe nuk gjen dot. Dhe kur adresën e gjen, ashensori s'punon. Duhet ngjitur shkallët, por janë kate shumë. Dhe kur më në fund t'ia del, dyert nuk kanë numër. I shpërndau dhuratat me shumë vështirësi. Dhe më në fund u kthye në shtëpi. Aty ku gjen qetësi dhe rahati. Sepse vetë baba gjyshi ka zgjedhur ku të rri. Një apartament në kontakt, të ndërtuar me cilësi.